Autoritetet belge kanë arrestuar 8 persona të dyshuar për planifikimin e një atentati ndaj prokurorit publik të Brukselit Julien Moynil. Sipas prokurorisë së përgjithshme federale, personat e ndaluar dyshohet se janë pjesë e bandave kriminale shqiptare që operojnë në Bruksel dhe që njihen për aktivitetet e tyre në trafikun e drogës. Arrestimet u kryen pas një operacioni të gjerë policor që përfshiu 18 kontrolle në zona të ndryshme të vendit, kryesisht në Bruksel, por edhe në Leuven dhe lokacione të tjera që nuk janë bërë publike. Të dyshuarit po merren aktualisht në pyetje, ndërsa një gjyqtar hetues do të vendos nëse do të qëndrojnë në paraburgim. Sipas autoriteteve, hetimet nisën pasi Prokuroria Federale u informua në korrik 2025 për një komplot të mundshëm për të sulmuar Moynil. Të përfshirët dyshohet se kanë precedent penal lidhur me trafik të organizuar droge dhe se operojnë brenda rrjeteve kriminale të përfshira në Europë. Prokuroria Federale Anne Fransen theksoi se ky rast tregon rëndësinë e rritjes së sigurisë për policët dhe magjistratët që punojnë çdo ditë kundër krimit të organizuar. Ky hetim tregon edhe një herë domosdoshmërinë absolute për të mbrojtur më mirë oficerët e policisë dhe magjistratët që përballen çdo ditë me organizatat kriminale dhe si rezultat bëhen shënjestrat të tyre. Fransen konfirmoi gjithashtu ngritjen e një grupi pune që do të përgatisë ndryshime ligjore për forcimin e masave mbrojtëse për zyrtarët e drejtësisë dhe rendit në Belgjik, ndërsa hetimet mbi komplotin e dyshuar vijojnë me intensitet të lartë.